I dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam ka thënë: dy gra kunata me fëmijët e tyre dalin në një ambient. Aty një ujë e han njërin fëmijë. Pastaj këta dy gra ngatrohen në mes vete për fëmijën e mbetur. Secila nga ato thoshte se fëmia i mbetur është fëmia i saj. Shkojnë për t'u gjykuar te Davudi a.s. Davudi a.s. gjykon që fëmia t'i takoj kunatës së madhe. Ata prap nuk pajtohen mes vete. Kështu që shkojnë për t'u gjykuar te Sulejmani a.s. Sulejmani a.s. mu thot: më sillni një thik që ta pres fëmijën për gjysmë dhe secilës prej jush t'ju jap nga një pjesë. Kunata e vogël thot: po dëshiron ta presësh, o i dërguari i Allahut? Thot po. Atëherë i thot kunata e vogël: mos e bën këtë, sepse pjesën time do t'ja jap kunatës së madhe. Atëherë Sulejmani a.s. i thot: mere se ky fëmijë është i yti, kështu gjykoi në dobi të saj.